Tregona pse ke dalë sonte këtu? Kom dalë se jam e pas stre. Kom kërku stre ditë e natë, nuk kom gjetë askon. I kom ra pejes, cepem cep, rrugëm rrugë, lagjem lagje, askun nuk kom mujt me gjetë, as me qera, as pa qera. Thesha si edhe qatë qera e kisha pagu me një social, si e kam për 55 euro, si jetoj me të vetë mindjal, si është edhe me terapi. Vaj halli qka moj, qësh moj mërnu, apo me pagu qera. Që 22 vjetë paguj qera, shpijem shpi, shoqem shoqe, mo tash i ka ardhë fundi. Nuk kom mujt me bo zgjidhje nas një vend, edhe erë momenti tash më ardhë këtu para komunës. Kom kërku ndihmë të secili kryetar për mas luftës. Asnjë nuk ka bo zgjidhje. Kom konkurue për banesë, ju kanë dhonë atyni që kanë ma shumë se une. Une jam jo në zero, po në zero jam. Komisionet veshin, nashta nuk e kom plotsu kriteret, pse jam edhe ma e lodhë se shumë e shumë njerëz që kanë shumë e shumë. Sonte isha në fundin e shpresave, s'dita çka me bo, shkova me një përullje, me një zoh shumë tult, me keqardhje në policie, që të ma bojnë një zgjidhje, edhe pse që nuk i kanë kompetencat në lidhje për këtë punë. Mia më kanë prit, po me keqardhje, nuk mujtën me bo zgjidhje. Më thanë që shkon në kish, dyrt ishin mbyll. Ka të mbaj në këtë natë dimti, s'dite ka më ardhë vetëm para komunës. Kom konkuru edhe tash duhet me prit, po nata dimnit nuk pret, se është minus. Kom banue deme që to 12 dit, një pronë e izërpume për shqiptarit, e ka marrë qiran 60 euro, si ka marrë partë, ka thonë mranda natë me malirue shpinë. Ka qenë pak i acarum, ju kom frigu si mos po mi ndodhë diçka djalit, mu ka duft mranda natë me dalë në mshirën e dikuj kur ta ka loj rrugën, që të mi hjek ato plaqka si kam zdrëlavta, të prishta, për atyit, ka thonë është prona jeme, qirani murë 60 euro, edhe 5 euro ma tepër se marë socialin, edhe u dufti mu liru, cëllë mës më ardhe të tensioni i problemit. A keni kërku në ndihmë për kryetarit komunës PS? Kom kërku ndihmë, mi ka qu komisionin, mirë po zgjidhjen nuk ka, se s'ka kokon strehim. Kom qenë të drejtori i emergjencës, kom qenë para një jave të drejtori i drejtoratit shëndetësisë, duhet dorim, falenderit me ato fjalë dorim, po nata e dimnit që kom pruni këto. Nuk diju në kujt i drejtona, kuj vish në mshirën e fatit për momentin jam, kush është bamirës, i kërkoj mshirë, i kërkoj ndim, që s'paku bili të kalojmë këtë dimen, mos të vjen puna, nashti të ma e keq, jam marrë edhe dikush e me na qua në spital, nashti të ngrima, të bom ku me dit, atër tut na bohet vonë. Më kolli mu, djali me terapi, është me tegritall epileptik, vetë e kom hernin e luksit, nanën e epërme, nanën e majt, me terapi, ku shqena, ku blihet terapia, ku paguhet qiraja, tash edhe pa shpi, edhe pa kurgjon, nuk di ka të maj. A janë të vetëdijshme institucionet që keni djalin smut për epilepsisë? Krejt, ka qenë edhe i operum, Arsimorina ka operue,
në Prishtinë, para 4 vjetë, është në përkujdesjen time. Për mu, kush mu përkujdes? Vetëm nata e sontit, çka është ma drastike për mu, nuk di ka me shkue, nuk di ka me majt, si t'na qelë sabahi, neve dëve, e ndi veten shumë tullun, po me dorë në zemër, me përullje, në shirë në dikuj, kush të banë mirë. Pak ma herët e pam që sigurimi i komunës dule edhe ju pa juve. A ju ka thonë e sen për që kini ardhë sonë dhe këto? Askush s'ka fol me neve. Askush s'ka fol me neve. Për momentin, as drita nuk ka. Për momentin, as drita nuk ka.